Udhëheqësit e Bashkimit Evropian do të takohen me liderit e Ballkanit Perëndimor, takim ky që do të zhvillohet për të katërtin vit radhazi në Bruksel. Samiti organizohet në prag të mbledhjes së fundit të Këshillit Evropian për këtë vit. Kryeministri Edi Rama ndodhet në Bruksel për të qenë pjesë e bisedimeve. Samiti do kryesohet nga presidenti i Këshillit Evropian Antonio Costa, ndërkohë përfaqësohet edhe nga presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen. Në takim pjesë do të jenë edhe përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për politikën e jashtme dhe sigurinë Kaja Kallas. Sipas Bashkimit Evropian, samiti do të shërbejë si një mundësi për të demonstruar dhe rikonfirmuar forcën e marrëdhënieve strategjike mes Bashkimit Evropian dhe Ballkanit Perëndimor, si dhe përfitimet që ato u sjellin qytetarëve. Në tryezën e përbashkët Shqipëria dhe Mali i Zi do të ulen si pararojë e negociatave për antarësim krahasuar me shtetet e tjera të Ballkanit Perëndimor, si dhe në afatet të paracaktuara të antarësimit, respektivisht në vitin 2028 dhe 2029. Kryeministri Rama dhe homologu malazez Spajić kanë arritur që të përfshihen në integrimin gradual me përfitim nga fondet e paraantarësimit dhe lehtësira të tjera. Samiti pritet të fokusohet në gjetjen më të fundit të paketës së zgjerimit 2025 me Malin e Zi dhe Shqipërinë në krye referuar arritjeve drejt antarësimit. Plani i rritjes për Ballkanin Perëndimor prej 6 miliardë eurosh do të zërë po ashtu vend qendror i konsideruar gjërësisht në Bruksel si një nga mjetet më efektive për afrimin në rajonit me Bashkimin Evropian, si ekonomikisht, ashtu edhe në aspektin e reformave. Ky samit do të japë një dorë dhe vendeve të tjera të Ballkanit Perëndimor, ku pjesë e diskutimeve pritet të bëhet edhe bllokimi i negociatave për Maqedoninë e Veriut për shkak të një mosmarrëveshje dypalçe me Bullgarinë. Gjithashtu në diskutim do të jetë edhe situata politike në Bosnjë dhe Hercegovinë, prapambetja demokratike në Serbisë dhe Kosova, e cila brenda vitit shkon 2 herë në zgjedhje të përgjithshme. Ky samit është zhvilluar në vitin 2022 në Tiranë. Liderit e Bashkimit Evropian dhe ato të Ballkanit Perëndimor do takohen sërish vitin e ardhshëm me 1 qershor në samitin Bashkimi Evropian Ballkani Perëndimor 2026, i cili do të zhvillohet për të dytën herë në Malin e Zi.